Jepi vrejtin aty, po s'ki nevoj me nolë, se na vrit vina ashtu kështu, po den që i qëtë punë edhe vetet edhe neve, jo kësë. 624 euro 42 cent. Se ja kemi të rejkë vrejtin disa herë. Për pagesë që prapë s'keni bo pagesa, kështë që kemi në jesë prej menajmentit me shkyq. Pa uj, pa si t'jel banor. Vallaj, neve në vrejtjen e keni pas qysh më ti, po ju si keni respektu. Që me 22 të parin 2024. Që të më thonë që një vjetë e sa jo ka dhanë vrejtja, ju s'keni ardhë. Në është u konu meta në zgjo, ama ti me numër kontaktus ti me t'ki nevoj basi se në... Jo, në numër kontaktus s'kem, në japëm qëtë vrejtje që ta shë javlon, vini aqen drejtoria dhe bisedoni, bëni kërkesin për legalizim, i me lëshojmë ujnë. Jepi vrejtin aty, po s'ki nevoj me nolë, se na vrit vina ashtu kështu, po den që i qëtë punë edhe vetet edhe neve, jo kësë. Konsumatorin të cilën e shkyqim është një biznes, një ndërtues, i cili nuk ka apliku për legalizim. Ne prej 2022 të jemi të i dërguar vrejtje kopasko edhe për zyrtarëve të lonë, edhe për inspektorëve dhe për lexuesve, po i njëjti nuk është paraqitur asnjëherë me listat, që na nuk është duke punu, edhe dome që ka shkaktuar, domethënë është dikun rreth mbi 1600 metër kub. Domethënë janë konsumatorë të cilët i kanë shpenduar ofër 1600 metër kub, edhe nuk dim ne kush janë ata konsumatorë, edhe ky pronari i njëjti po nuk pranon edhe nuk vjen me pru legalizimin, as me bë kërkesë, as me pru listat se kush se banor janë duke banuar ashtu. Jam e vedishme, po. A mos s'keni paguar. 624 euro 42 cent. Se ja kemi të rejkë vrejtin disa herë. Për pagesë që prapë s'keni bo pagesa, kështë që kemi në jesë prej menajmentit me shkyq. Që ta shka e bëj gati gjysën. Që shtash me... Jo, na kemi nes me shkyq. Në momentin që shkyq na shërmuje. Që tjetra për shemë i ka 2500. E di, jam e vedishme, po ja e bëmë kontrol. Me mundësi ta shkoj e paguj qëto 600, sa ke qëka? Po? Shkoj e paguj sa ka mundësi, qëtash me ata që e faturën. E këto 2000? 2500? Jo, 2000 e bëna në kontrol, të mundësia parë, së dhe këtu i qëj, sa të muna. Mundësia parë është problem se na kemi... Mirën vesh se jena biznes na kemi nësë me në lujen, ju të një bëni gjatë ditës, kur të bëni pagesën, na vime të qëjmë mujnë. Ja, vesh, ujnë më shpanar që jena biznes. Vesh i tash në momentin të shtash, bile hajtës me në bashkë, në shka paguj me ne, pa panar. Që veç një sekund. Shiko se herë vrejtje ju kanë ardhë, këtë herë vrejtje i keni pas për pagesë. Ju asë njerës keni ndërmarë asë një pagesë. Që kena ka shtyr për me ardhë edhe me këtë rast. Kështë që nuk gëzoj me kalu. Pësë që kanë falë 804 euro. Konsumatorin të cilin me inspektuam tash, për shkyqje, i ka 2 fatura, dhe në përmendet se i ka 11 vrejtje të dërgume prej anës së inspektorëve. Edhe pasi që prej atyre 11 vrejtjeve, nuk kemi gjetur një reflektim prej konsumatorit, ne jemi detyruar edhe me orë me shkyqje, edhe pse lokalet që shpeshimi është në lokal. Mjaftë për frekuentum parat borë që është mbi 2000 euro. Konsumatorin, i cili përkundër kërkesave tona dhe vrejtjet të inspektorëve nuk ka pas pagesë, kështu që jemi detyruar me përdor alternativën e fundit, për shkyqje në mënyrë që konsumatorit bën pagesë. Inspektori është mirë në rastin konsumatori u zotu që pagesa do të kryhet deri në ora 12, kështu që është një lokal ku frekuentohet prej shumë njerëzve, edhe ne nuk e shkyqim për arsye që me lëm poj, mirë po kemi një zotim prej konsumatorit që deri në ora 12 kjo pagesë do të kryhet, sigurisht që na mirë kuptojna edhe e presim pagesën në malë. Nëse nuk kryhet pagesa, na kemi me vepru me shkyqje, vendimin për shkyqje inspektori ja kalon. Hajvalia, po du me cekë si Hajvalia është target i juni gjatë tërë këtij muaji për kyqet ilegale, si dhe për borxhet mbi 150 euro, kështu që nuk është personale me asnjë konsumator, është një aksion i yni që po përcjelltoi për mjeteve me praninë e policisë në mënyrë që të inkasojë mjetet edhe borxhet tona që janë tash më shumë se 1 vit, 2 vite pa paguar. Nëse mundeni më na tregu për borxhin sa ka? Borxhi ka qenë dikon ofër 1100 euro, domthonë çfarë ofër kemi, mirë po kemi një zotim për konsumatorët që do të paguhet.